në këtë maraton elektorale këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Në fakt ka nisur numërimi në qarkun e Korçës. Bashkia Pushtecit vazhdon edhe në këtë proces elektoral të jetë bashkia e parë e cila numërohet, është edhe kutia e parë e cila është hapur. Rezultati deri tani që do ndaj konfirmoj pak më vonë edhe Tonin Froku, është Partia Socialiste 130 vota, Partia Demokratike 52 vota. Dua t'ju kujtoj edhe një herë që të gjithë ju të cilët po na ndiqni në këto momente duhet të shkoni në aplikacionin e Vision Plus, në webin e Vision Plus, aty ku çdo votë e hedhur do të përkthehet me mandate. Ndërkohë në këto momente jemi me pamjet live aty në Parkun Olimpik, aty ku kam përritur tashmë krye komisioneri Ilirian Celibashi, aty ku po numërohet, ka nisur procesi numërimit të votës së diasporës, edhe në këto ambiente vota e parë e cila po numërohet është ajo e qarkut të Korçës, duke qenë se pra është një proces i cili zhvillohet paralelisht, aty ku ka numërim në atë qark që ka numërim që nis procesi numërimit, numërohet edhe vota e diasporës në lidhje me atë qark. Vazhdon Korça të mbaj rekord për... Them këta të Pushtecit duhet i ofrojnë trajnime gjithë tyre numëruesve në Shqipëri, se këta janë të parë gjithmonë. Duhet të rregullojnë administratën e gjithë numëruesit që të japin përvojën e tyre, si e bën nga shpejt. Është dhe bashki shumë e vogël. Bashki po ka shumë vogël. Me vogla e të voglës. Është me vogël. Gjithsesi, shikoj, është një kompeticion shumë i bukur, në fakt, bota e ndjek këtë si metodologji që ka një konkurrencë të zonave elektorale, nuk është në njësoj që kemi ne, por e ngjashme që konkurrojmë me njëra tjetër. Për shembull, ditë që në Angli, bashki ajo, zona elektorale që e nxjerr më shpejt rezultatin quhet Sunderland, është një afër Skocisë. Dhe është qyteti më i vogël. 31 minuta. Ai është Pushteci i Britanikës. Jo, po është healthy, është i shëndetshëm ky lloj kompeticioni, që të mos merr me gjëra të tjera, jo pas këtë që iku kështu, ky pse fsheu kokën, ky pse bëri këtë. Numërimi shpejt dhe një gjë që edhe që tensionon gjëra. Po shikon dhe njerëz nëpër rrugë më burit. Unë kam shumë të sinqertë që ta them, ti mund ta kesh me konotacione të tjera që nuk më interesojnë fare. Unë kam me sinqeritet që kur ka ardhur koha që në Shqipëri do të hyj kultura, një radhë parë nga kompeticioni nuk u mbet askush, dhe e dyta, do të dalë atje dhe për çdo njësi, për çdo zonë elektorale, ky është numri i votave të fituesit, ky është i humbësit, dhe humbësi do të gjej guximin, do të jetë aq profesionist sa që shkojë të thotë fituesit, urim o vlla ose motër, për 4 vite ke përgjegjësinë për ta drejtuar këtë vend. Po e me kështu shfaj opozitës. Këtë e the ti se thash. Jo, është faj opozitës vitet e fundit tash. A duhet ta pranoni rezultatin? Do ta pranoni rezultatin? Do të reflektoni opozita që ka humbur dhe nuk ka njohur zgjedhjet. S'është kritik. Unë thash, duhet të njohim standard dhe standardit që do të thotë bëhen zgjedhjet, numërojnë votat, edhe pranohet rezultati ashtu siç është. Pranohet rezultati. Shumë dakord me këtë gjë që thua. Kur të depolitizohet administrata, kur që të gjitha drejtorucët dhe drejtorët e mëdhenj të çdo ministri nuk lënë punën e administratës dhe dalin në fushat, kur kryetar bashkish si Erion Isaj që e pranoi në KQZ që unë jam patronazhista dhe jam krenar për këtë gjë, pra kur mos ekzistojnë këto patjetër Ladi. Po mua më bëhet shumë qefi që ka një njeri në PS që është pozitiv dhe e shef godën gjys plot si gjithmonë siç e shef ti. Por nuk e shef tamam. Po tani edhe kjo ide që gjithkush që nuk e sheh tamam. Ti duhet të jesh njëri zë kritik se si ka shkuar procesi i votimit në Shqipëri që degradon. Pikrisht nga forcë politike ku ti je pjesë. Por ti jam i bindur që s'ke qenë fare pjesa e asaj mekanizmi. Nuk e qenë sepse nuk ta lejon personaliteti. Por sot je deputet i qarkut Dibrës. Në Dibër plas pistoleta, plas çdo gjë. Ke ndonjë koment? Unë s'kam dëgjuar në pistolet në Dibër. Pas ke dëgjuar ti Dje e sa gjura ka shkrepur pistoletën dje. Babai i kandidati. Po ti je auto vlla, çfarë them ty? Ti zgjon, ti s'lexon je auto. Ti dëgjon televizor ti ose si më gjej televizor, policia e shpallin kërkime, gjejun televizor. Nëse dikush ka qenë pra po thua që nuk ishin krisma si ai te lulkuqet mbi mur.
ai komisari italian. Ju dëgjuat Krisma, po nuk ishte Krisma. Po si ishin ashtu? 6 vjeç kam qenë vazhdo në RTS japin akoma. Partia juaj jep akoma RTS filmat komunist. Aq përshtypje Po, partia juaj, po i jep akoma, më po më çedukojnë kalamajt. Ajo partia jote që jep në RTS më çedukojnë kalamajt. Shqiptarëve është. Po pra edhe Sa një do shikojnë kalamajt? është partia Jo, shqiptare. që dukoj se çfarë të bëj, do i çoja i padashë, unë duhet t'javu me pull të kuqe RTS-s. Po, jo, me kështu. RTS-a si BBC-a. Partizan. Do t'jetë si BBC-a, do t'jetë. Pra, duhet të shfaqi filmat të kohës komunizme. Nëse tem tjetër komplet kjo, po vazhdoj me Krismën. Se do merrem me Bustecin përpara. Krisma nuk ishte. Po vazhdojmë Krisma Krismën. ndodh në Dibër në një fshat. Po t'jetë deputet i qarku do zotri. Ti vetë do t'jesh i shqetësuar. Nuk ka qenë aktiv në to si. Sepse ti duhet të jesh. Ti nuk e di që unë s'kam Po pse se si e pjesë e fushatës ti vazhdoni deputeti i Dibrës sot. Dhe ti si pjesë e diasporës do t'jesh më i barazlarguar nga vetë forca jote politike dhe të kontribosh për Shqipërinë, ta çosh atë, a ka mundësi edhe atje te bashkëpunëtorët e tu në Mbretërinë e Bashkuar. Se di që ke kontakte. Po jo të mbyllësh syt veshët, Krisma s'ka patur. Me respektin më të madh. Sepse kjo e dëmton Shqipërinë. Po, okej. Atëherë, nëse kemi në një të dhënë, për shembull, do të kisha shumë dëshirë që diskutonim këtu, kanë votuar 42%, sa është përqindja në rang kombëtar, kush është përbërja, pra sa burra, sa gra, me përqindje. Do bëjmë si Zaloshnja tani ata, do bëjmë unë se njëse kush është Zaloshnja dhe çfarë është Zaloshnja. Ti pastaj ja fare ku diun. Po të si çfarë them ti na fut sa emra pa lidhje. Ja, të jam një të dhënë. Jo, kam një të dhënë. Respekt për Zaloshnjën, po ka profesion, ai është statistician. Sa çfarë statistician për atë punë? Ka bë profesion vetëm se sot Kam një të dhënë. Se dhe ne jemi politikan, kemi bën në shkollën vetë. Kam një të dhënë. Është profesioni vetëm që kush ka për shkollë për politikan? Ka sa du, shkenca politike. Po shkencë politike është tjetër gjë, politikan është tjetër gjë tani. Kam një rezultat. Mbi 51% e grave në Dibër kanë votuar. Që është lajm shumë i mirë për Partinë Socialiste. Për shembull. Çu do ta Mbi interpretojmë? 51% e grave në Dibër kanë votuar. Po shumë mirë, çfarë problemi? Do thënë, votuesit janë mbi 51% gra, apo gjysmë Nga gra? votuesit që janë, 51% janë gra. është përqindja normale se si është ndarja e gjinisë sot Shqipëri, se meshkujt kanë emigruar. Prandaj përqindja e vetë gjinisë femërore është aty. S'është ndonjë gjë. Aty është? Shkojmë në Dibër me Dritan Kurtin. Ja, me që se por diskutoni për qarkun e Dibrës, kemi Dritan Kurtin. Dritan, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma pra mera. Çfarë po ndodh në qarkun e Dibrës? Atëherë, në bashkinë e Dibrës lejon procesi i dorëzimit të kutive të votimit. Tashmë kanë bërritur edhe një shkik më të larta, të cilat janë të fundit që po dorëzohen këtu në zon 19 pas meje. Është Lura dhe Kala e Dodës dhe pritet që pas rreth një ore gjysmë këtu të nisë numërimi. Në këtë zonë e Klosit ka përfunduar procesi i marrjes në dorëzim të kutive të votimit dhe pritet që rreth orës 23 të nisë numërimi. Në Map dhe në Bulqiz janë në kutitë e fundit të cilat po merren në dorëzim nga komisionerët e KZAZ-ve për të vijuar më pas në procesin e numërimit. Si është atmosfera, ndoshta edhe nga kampet politike në Dibër deri tani, Dritan? Atmosfera duket e qetë, përveç prezencës së komisionerëve të cilët kanë ardhur bashkë me kutitë e votimit dhe policisë e cila e ka shoqëruar nga qendra e votimit deri pranë KZAZ-ve. Të paktën për momentin ose deri tani nuk kemi parë eksponent të lartë të partive apo kandidatë që të jenë afruar tek komisionet zonale të administrimit zgjedhor. Ndoshta mund të ketë shkuar për të pushuar dhe rikthehen në momentin që pritet të fillojë procesi i numërimit. Për te atyre krismave që diskutuam në studio pak më parë që ishin deri në mbrëmjen e djeshme, dita e sotme si ka qenë procesi i votimit sot? Dita e sotme ka qenë relativisht e qetë, siç e kam thënë edhe në raportimet e tjera, nuk ka patur problematika që kanë të kenë cënuar procesin e votimit. Mëngjesi është shoqëruar disi me probleme, me vonesa të vogla në fillimin e procesit të numërimit për shkak të pajisjeve dhe zëvendësimit të disa komisionerëve, por gjithë dita ka shkuar normalisht edhe procesi thuajse është mbyllur i gjithë në orën 19 nuk ka patur rezultate të tij. E kuptoj. Mirë, kemi një informacion nga burimet që ju keni në terren se sa mund të jetë përqindja e votuesve në Dibër?
Apo i referohemi gjithmonë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Shqipërisë së nxjerrë QQZ? Jo, të paktën nga burimet ose nga kontaktet që kam pasur me Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor në 4 bashki të Qarkut, në vitin 2021 kanë votuar në qarkun e Dibrës 53% e zgjedhësve me të drejtë vote, që i bie rreth 17.000 qytetarë, ndërsa këtë vit pritet që paktën sipas llogaritjeve paraprakë përqindja të jetë më e ulët, të rreth 51-52%. Edhe pse konsiderohet Dibra një nga qarqet që ka pjesëmarrjen më të lartë në votime, të paktën deri tani. Në raport me 2021 është një shifër më e ulët. Po. E kuptoj. Mirë, Dritan, të falenderoj shumë për informacionet, nëse do të kemi të reja të tjera do të lidhemi sërish së bashku. Kam ndërkohë një informacion nga Ervin Sina, gazetari që ndodhet në qarkun e Fierit, ka një informacion më të updatuar se sa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve raporton për 144.000 votues nga qarku i Fierit. 144.000 në qarkun e Fierit votues. Mi që prodhojnë 16 mandate, që këtu është disproporcional. Ndërkohë Veriu, sa ka Dibra, 5 mandate, 5 mandate, po në Dibra me 10-11.000, kurse në Fieri keme 7-8.000. Ndërkohë, përsa i përket Pustecit, kemi 2 kutit e para të cilat janë numëruar. Është kutia e parë që shkon 130 vota për Partinë Socialiste dhe 52 vota për Partinë Demokratike, ndërkohë që kutia e dytë është me 150 vota për Partinë Socialiste dhe 118 vota për Partinë Demokratike. Nëse i referojmë zgjedhjeve të 2021-shit, pasi ka përfunduar i gjithë procesi numërimit të kutive, Partia Socialiste ka kryesuar me 868 vota, Partia Demokratike me 472, pra kanë pasur një diferencë gati 2 fish. Lëvizja Socialiste për Integrim 168 vota dhe Partia Social-Demokrate PSD-ja 13 vota. Është një test, mund të kontrollohet se sa është vota e Partisë së Lirisë në këto zgjedhje? Janë kampion shumë veç. Partia Lirisë ka vota lokaliste, pra nuk merr në mënyrë një trajtshme në gjithë Shqipërinë. Pra ka zonën ku merë, ka zonën ku s'merë fare. Nuk është treguese ajo që qofse një... Peshën elektorale, pra deputetët që do të prodhojnë ne do t'i mësojmë, por peshën elektorale reale ne nuk do t'a kuptojmë do t'as në këto zgjedhje. Jo, peshën, ne do t'a kuptojmë nga ata kandidatë të cilët kanë dalë në vete. Domethënë, në Tiranë kemi Ilir Metën që ka dalë në vete dhe një farë mënyre vota e Ilir Metës do t'rregojnë votat e Partisë Lirisë në Tiranë. Nuk e di ku ka në vëndet tjera. Ka Dashamir Gjikën në qarkun e Elbasan, ku ka tjetër? Partia e Lirisë. Ka në Fier në Mosgaboj? Ka kandidat në Fier, zotë Gjaferi? Partia e Lirisë? Ka një zonjë në listën e mbyllur edhe... Në Berat ka, apo jo? Jo, në listë hapur. Ka në Fier në listë hapur, ka në Berat në listë hapur. Dhe Berat. Pra, janë diku në 8 qarqe. Në Elbasan ka në listë hapur? Ka në Durrës, në listë hapur. Ka në Lezhë, Viktor Tushaj për shumë listë hapur. Zonat ku mund marrësh dhe... është në Dibër për Parim Spahiu, pra ka. Në një farë mënyre ne mund të kuptojmë votën e Partisë Lirisë nga votat që do marrin në listë hapur. Sepse përgjithsisht prirën nëse kanë një kandidat në listë hapur, Partia e Lirisë do jap votën kandidatit vet, s'ka pse jap kandidatëve të tjerë. Logjikisht. Po pra, gjithsesi ti nuk llogarit dot vetëm nga votat që do marrë një individ që është listë hapur dhe thoshe që vetëm këto janë votat e Partisë Lirisë. Na jep një projekcion, domethënë, nuk është sigurisht nuk është saktë. Po, nëse do ketë një votim masiv për një individ. Fjala për shembull, nëse Ilir Meta do marrë këtë X numër votash, unë nuk besoj që ka antar të Partisë Lirisë që nuk i jep votën Ilir Metës në listën e hapur. Mendon se dil Ilir Meta nga lista e hapur e Partisë Demokratike? Po në qoftë se do merret varet ta marrin më shumë se 12. Se ju mendoni se nuk merë më shumë se sa 12? Sondazhet shu thonë. Sondazhet e batallit. Sondazhet kaluan, exit pollet janë tani. Edhe exit pollet. Në njerë kur do, bëhesh shqiptar. Kur do në njerë dhe bëhesh. 4 vjetër, po. Unë besoj që më i votuar në listën e hapur do jetë Ilir Meta nga lista e hapur e Partisë Demokratike. Domethënë e koalicionit, besoj. Ajo akoma shumë herët me i fjalë për të thënë. Jo, sigurisht, kjo është thjesht flasësh me amendësim. Po forcat e reja dhe forcat e vogla politike mendojnë që do kenë të paktën nga kjo përqindje, nga kjo pjesëmarrje që kemi deri tani nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Po, unë besoj këtë që të dyja palët dhe PD dhe PS kanë rënje të numrit të votuesve. Pra ka një pjesë votuese që i ka bojkotuar edhe PD dhe PS, sepse
PD-n për shkak të përçarjes dhe faktit që ka një mungesë thellë reformimi, mendojnë ka figurat vjetra të cilat duheshin larguar dhe kjo sigurisht që krijon një lloj zhgënjimi tek një pjesë mirë e elektoratit djathtë. Nga ana tjetër, kemi besojnë një pjesë mirë të elektoratit majtë, i cili nuk do shkojë të votojë për shkak se ndjehet i papërfaqësuar nga Partia Socialiste, për shkak të skandaleve që ka pasur, për shkak të sulmeve ose faktit që SPAK-u ka arrestuar një pjesë të mirë të figurat larta të qeverisë Rama, dhe sigurisht që kjo do prodhoj bojkot. Por, mendoj që partitë e reja kanë sjell në kutitë e votimit votat të cilët nuk do shkonin, mendojnë, nëse nuk do ishin partitë e reja. Pra, një pjesë e mirë e këtij elektoratit të mërzitur me të dyja palët, besoj do shkoj të votoj partitë e tjera. Pra këto ofrohen si një alternativë për të zhgënjërit dhe kjo mendojnë që ka arritur përqindjen e pjesëmarrjes në votim, në mungesë të cilëve besoj që do ishte shumë më e ulët. Megjithatë këtë do vlerëshihet sepse mënyra si u bë kodi zgjedhor, kodi elektoral dhe një kjo dhe dyta faktit të papikurisë që treguan partitë e reja që nuk u bën bashkë në një listë, kjo mendoj që do sjelli firo shumë të mëdha, madje edhe tek sondazhi Batonit, vjet e re që të gjitha përqindjet që merrte Adriatik Lapaj apo ku diun pra, po ti bashkosh ato bashkë do prodhonin mandate në çdo qark. Pothuajse në çdo qark dhe kjo do thotë që janë gati 10 mandate që mungojnë vetëm për shkak të kodit dhe mungesës pra mos pjekurisë të tyre për të bërë bashkë një listë. A mendon se do të jenë partia fatgjatë nëse nuk prodhojnë mandat deputeti në këto zgjedhje? Ai që nuk prodhon mandat, mendoj që nuk ka tarme politike. Por nëse prodhon një mandat... Nuk mund të ketë një lloj rezistence, sepse paktën në këtë studio është diskutuar, apo ka bërë krahasimin me vetëvendosjen. Ata prapë duhet të tregojnë pjekurinë, pra partitë e reja duhet të tregojnë pjekurinë e dur për të bashkuar bashkë në një grup parlamentar, nëse do të marrin aq vota të gjithë bashkë, që të paktën të japin një jetë ides që ata përfaqësojnë, ides antisistem. Unë e shoh shumë pozitive, shumë të shëndetshme që të ketë një grup parlamentar antisistem në parlament. Nëse ata do kenë, themi, pjekurinë e dur politike, atë që nuk e bën para zgjedhjeve, le ta bëjnë pas zgjedhjeve, pra të mund të funksionojë si grup. Unë e kuptoj që do jetë shumë e vështirë për ata për të zgjedhur se kush do jetë kryetari i atij grupi, sepse në fund fare gjithë kjo është meseleja që i përçan njerëzit, por duhet gjejnë kuraj dhe ta bëjnë këtë grup. Megjithatë kjo do vlet shihet dhe varet dhe nga sa vota do marrin. Pra, nga sa vota do marrin në kuptimin sa mandate, se vota unë besoj që do marrin. Por mendoj që pjesë e mirë këtyre vota do shkojnë dëm sepse këta nuk e maksimalizuan dot votën e tyre në lista. PSD-ja Tom Doshet ka deklaruar dhe ditën e sotme nuk do të bashkëpunojë me Sali Berishën, varet nga rezultati për të parë se çfarë do të bëjmë me Partinë Socialiste. Mendoni ju se do të ketë një njëjtën peshë elektorale si kishte nxjerrjet lokale 2023 apo jo? Mendoj se po, do ketë një të njëjtën elektorale, sepse kanë... Ishte në disa bashki edhe forcë e dytë? Në 2021-shin. Në 2023-shin. 2023-shin janë komplet zgjedhjet tjera, nuk është e njëjta gjë, po mendoj si në 2021-shin do kenë atë peshë elektorale, sepse kanë të njëjtin mekanizëm politik, pra nuk kanë një filozofi, nuk kanë një, le të themi, kanë atë targetimin e votuesit. Ka që votues për qendër votimi dhe... Kanë qenë optikën e SPAK-ut edhe të... Kanë qenë. Zyrtarisht, SPAK-u ka bërë 2-3 operacione ndaj Partisë Social-Demokrate, aty ku i ka interesuar Partisë Socialiste. Zoti Krashi, mendon që do të ketë... Jo, Zoti Krashi, për fat keq. Okej. Unë e shoh që gjysë bosh kotën. Po. Do të sjelli mua që të ndryshosh optikën? Jo. Jo, ka akoma, ka. Pesha elektorale PSD-s në këtë zgjedhje, edhe forcave të reja. PSD ka një emër shumë të madh në kuptimin që është Partia Social-Demokrate dhe po flas në kontekstin europian, më shumë se sa në kontekstin shqiptar. Këtu në Shqipëri duket që ka një fokus në një ose në maksimum 2 qarqe. Një qarqe tjetër është komplet jo ekzistente. Unë kam përshtypjen që do ta kesh shumë të vështirë të mbajë edhe 3 mandate që kishte në... Pra nuk i merr 2 në Shkodër edhe pse garon zoti Doshi edhe 1 në Tiranë? Pra Batoni ka gabuar. E ka nxjerr me 3? Po. Pse 3 kanë nxjerrë? Po pse thua që si futun linjën e partisë për tash? Futut e linjën e sondazhit. Futut e linjën e sondazhit. Këtë pjesë nuk e pa. Ku e humbet mandatin sipas jush, në Shkodër apo në Tiranë? Shiko, e rëndësishme më shumë se sa ku e humbet apo ku e fiton është që
që Shqipëria të ketë një stabilitet politik për këto pas zgjedhjeve që do të vinë. Stabilitet politik është kur njëra nga forcat politike merr më shumë se sa po të më lesh të flas, do ta kuptosh se çfarë duhet të them. Se unë të thash dhe po presidosha për herë të tretë këtu, që unë kapelin e partisë e kam lënë jashtë, sa ashtu duhet bërë. Duhet lënë jashtë. Kur thash... Ta fiksoj... Deputet, po jo është deputet i qarku Dibër, si mund të lësh kapelin Po vjen me tjetër kostumë, po vjen nga Anglia. Këtë kërkesë të kam bërë. Për qa o thritëm tu, së është asë emisioni pas ditës, është darkë. Ke arë për partin ti? Po politikisht janë ftuar unë, janë ftuar politikisht dhe ju. Nuk mund të vim kështu. Jeni ftuar politikisht. E tha disa herë ka ke problem ti që unë kam rënë kapelen jashtë asë si. Si mund poshtë, për kuptojnë. Po prezantoj si deputet i Partisë Socialiste. Sepse jam. Përfundon. Pa të kjo është, si mund të alësh jashtë. Okej, në rregull. Po mi ti ma mendimet e tua, o vlla. Unë do bajt mijat. Dhe këtu ndajemi ne pastaj. Ti partizan, unë bëj ballis, se kam problem varë. Shumë mirë. Ama je diçka? Ama je diçka? Se zakonisht jam unë ballis të partizan. Unë përsa e takon stabilitetit, ka lidhje me atë që do ndodh pas ditës së sotme, që do tot nesër dhe mbrapa, sepse do t'jemi para një situate ku si do që tjetë vullneti i popullit, i qytetarëve, në kutit e votimit, a do zgjas 4 vjetë ky mandat, apo do kemi zgjedhje parakoshme. Si do t'jetë qeveria? Do t'i përgjigjet qeveria kushdo parti politike që ta formoj atë? Pa tjetër që ne kemi preferencat tona, se i cili prej nesh, por si do t'i përgjigjet partia që do të fitoj shumicën, apo aleancat, apo se ka aleanca para zgjedhore, pas zgjedhore, tjemerat për të kryer numrat, për të kryer atë që quhet mazhorancë në parlament, si do të adresohen shqetësimet që kanë shfaqur qytetarët? Sepse unë prapë insistoj, unë e lidh me analizë, unë quaj kur e dim se kush ka votuar, jo njerëzit, jo individet, por sa bukur e thamë, 51% në Dibër kanë qenë votues femra, që është në percepcionit paktën është që është lajmi mirë për Partinë Socialiste. Por mund të ketë grupet të tjera, ka grupime të rinjsh, për shembull e pres me shumë kënaqësi do të di përqindja e votuesve, sepse për mua pjesëmarrja e lartë e të rinjve në vendimmarrje, do të thotë në votime, është lajmi mirë, sepse do të thotë që partitë politike kanë qenë aq atraktive me programin, me paraqitjen, me qasjen, me gjitha me radhë, sa që ka tërhequr shumë të rinj për të votuar. Por ta mbetën për të parë. Historikisht, pjesëmarrja e të rinjve ka qenë shumë e ulët. Kjo ndodh dhe në vendet e tjera, nuk është një smundje vetëm shqiptare. Kam e pyetje, keni pasur jo kontakte me përfaqësues të ambasadës britanike në Tiranë gjatë ditës së sotme? Po edhe gjatë fushatës elektorale, nëse po, si është shprehur ata për procesin? Nuk e besoj se ka lidhje me procesin zgjedhor, këtu votojnë shqiptarët. Po ambasadat, përfaqësitë diplomatike janë të rëndësishme. Mesazhet që ato përcjellin janë të rëndësishme. Çfarë rëndësie ka, pas kanë drejt vote? Siç ishte ambasadori i Bashkimit Evropian që ishte në terren, u shpreh ditën e sotme, nuk e di nëse ka pasur. Më të rëndësishmit. Jo, keni të drejtën të jeni i rezervuar, por më të rëndësishmit në ditën e zgjedhjeve janë ata që shkojnë dhe votojnë. Por edhe ata që shkojnë e votojnë, sepse ne duhet dim të lexojmë votën e secilit, edhe ata që votojnë pro dhe ata që votojnë kundra, por edhe ata që nuk votojnë, që kanë mundësinë të votojnë, por që praktikisht refuzojnë për të shkuar dhe për shprehur vullnetin e tyre. Pra duhet lecuar edhe ajo vota e 4.000 emigrantëve shqiptarë në Angli që nuk erdhën? Patjetër, e 4.000 shqiptarëve në Angli ka arsye të ndryshme, këto janë literalisht orët e para pas minutit që janë mbyllur kutitë e votimit. Por duhen lexuar, sepse për mua duhen lexuar, nëse do të flasim për diasporën, unë tri këtu tërnatën. Sepse numri i votuesve shqiptar nga diaspora ka qenë i mirë, por absolutisht ajo që duhet kishte ndodhur, sepse ne kemi në diasporë rreth 2 milion shqiptar me të drejtë vote, dhe nga këta janë regjistruar po 226.000. Si janë regjistruar shumë? Ja, shiko si kanë mendimet që janë regjistruar shumë, se unë kam dëgjuar vetëm mendimet. Ka më shumë në diasporë, thash se ajo shifër. Se 2 milion? Ka më shumë se 2 milion. Shkojmë në lidhje direkt... Si ka më shumë se 2 milion? Nga që ditë tani. Ka më. Si më pashka? Shqiptarë. Sa shqiptarë? Tani shqiptarë janë dharë breshtë e Italisë.
Kemi jo thash ka, më me nënshtetësi. Me pasaport shqiptar, që e kemi në të dy. Po, me nënshtetësi, se pasaport s'kan ata. Si kanë zirë dokumentet. Dhe me nënshtetësi. Ka shumë shqiptar që nuk kanë më pasaport, po nënshtetësin e ke. Po si do votoj ai? Ky është problemi Shkojmë në... se shumë veta su regjistruan dot pikërisht nga kjo. Kështu ke ligj. Se kishin pasaport vjetër. Tani po flasim për gjëra pa lidhje fare. Vare mo, po ta them po janë 100.000 shqiptar, këtë dim shumë mirë. 100.000 shqiptar, rreth 100.000, mos më kuoto ke shifra, po rreth 100.000, po nuk po flasim për qindra mira apo për miliona shqiptar që mund të jenë në Shqipëri edhe në diasporë, të cilët nuk kanë aplikuar kurrë, ata janë qytetarë shqiptar patjetër, por që kurrë nuk kanë aplikuar për dokument të identifikimit elektronik që i themi ne. Letër njoftim ose kartë identiteti. Qa bëra unë gabim që thashtë, kjo është realitet. Kur thua që janë ka shumë veta që pas 2009 nuk kanë aplikuar. Por unë po tham shifrë, nuk po themi 100.000, ti më thua prapë shumë. Sepse ishte tek shifra. Shkojmë në lidhje direkte me Tonin Frokun. Votues brenda Shqipërisë, 1.5 milion mund të votojnë këtu brenda Shqipërisë, pra e kemi pjesëmarrjen të banorëve në Shqipëri shumë të lartë. Nuk është 40%. Presim rezultatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rezultatin final. Me këtë analizë pra. Me këtë analizë. Tonin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma pranvera, mirëmbrëma nga Pusteci. Si gjithmonë, çdo maraton elektorale, qarku i Korçës e nis i pari procesin e numërimit. Në bashkinë e Pustecit ka filluar procesi i numërimit në Komisionin Zonal Zgjedhor të kësaj bashkie. Në këto momente është mbyll numërimi për 3 kutit e para. Partia Socialiste ka 420 vota dhe 204 vota. Edhe njërë Tonin, të lutem. Tonin, edhe njërë të lutem. Partia Socialiste sa vota ka? Atëherë, janë numëruar 3 kutit e para në Komisionin Zonal Zgjedhor, pra në qendrën e numërimit të votave të bashkisë së Pustecit. Bashkia Socialiste ka 420 vota. Partia Demokratike 204 vota. Ndërkohë që janë duke u numëruar dhe 3 kutit e tjera, duhet të themi se në bashkinë e Pustecit janë, ose me saktë kanë qenë 7 qendra votimit. Kutit e votimit janë tashmë në qendrën e numërimit të votave të kësaj bashkie. Janë numëruar 3 kutit e para, në proces numërimit janë edhe 3 kutit e tjera, pra mbeten dhe 4 kutit për të numëruar. Në 3 kutit e para, e rrithem edhe një tjetër, Partia Socialiste. Kam përshtypjen se kemi një problem me audion e Toninit dhe nuk e dëgjojmë qartë. Tonin, dhe njëherë, sa kuti janë në total? 7 kuti. 7 kuti janë numëruar, 3 të parat, 424 për PS-n, 204 për Partinë Demokratike, për koalicionin, apo jo? Absolutisht, je shumë e saktë. Okej, dhe presim edhe 4 kutit e tjera. Po ecën me ritme të shpejta procesi i numërimit? Sigurisht që po, dhe edhe për numërin e paket të kutive, pra që janë në proces. Kemi një problem me audio. Brenda 30 minutash do të kemë përfunduar së numëruar edhe 4 kutit e tjera. Tonin, të falenderoj shumë, më vjen keq sepse kemi probleme me audion, kam përshtypjen se duhet të fryer aty ku ti ndodhesh edhe nuk e dëgjojmë shumë pastër, gjithsesi rezultatet i morëm të pastra dhe presim edhe 4 kutit e tjera për të marrë rezultatin përfundimtar për bashkinë e Pustecit. Shkojmë tek Bepini, i cili është në Shkodër. Bepin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çfarë po ndodh, në cilën KZAZ ndodhesh për momentin? Ndodhem në KZAZ numër 2 më madhja e qarkut të Shkodrës, por dhe një prej KZAZ-eve më të mëdha në Shqipëri, e cila administron 106 qendra votimi. Pas krave të mi kanë mbërritur qendrat e Shoqit dhe të Shalës, ka mbetur edhe një qendër e fundit për të mbërritur që është nga zonat e thella malore, dhe më pas rreth orës 11:30 komisionerët do të paraqiten në këtë KZAZ dhe në mesnat pritet të nisë procesi i numërimit të votave. Për herë të parë duhet thënë në këtë KZAZ procesi ka përfunduar me ritme të shpejta e dorëzimit materialeve zgjedhore, të paktën nga praktika e së paku 15 viteve të fundit. Është hera e parë që në këtë orë flitet për një dorëzim me ritme të tilla të shpejta të materialeve në të gjitha qendrat e votimit, duke patur parasysh që kjo është një KZAZ që ka në tërësi 10 njësitë administrative të Bashkisë së Shkodrës dhe është
më e madhja në Shqipëri për sa i përket qendrave të votimit, por dhe me një shtrirje gjeografike që nisin nga thellësia e Alpeve shqiptare deri në Bregdetin e Velipojës që ka në administrim. Duke patur parasysh në mesnatë do të nisë procesi i numërimit votave, parashikohet që diku rreth të martës të mbyllet i plot procesi i numërimit në TKZAZ për patur dhe rezultatin politik të forcave pra që garojnë në zgjedhjet e 11 majit në qarkun e Shkodrës. Unë Pepin, sa do thosha, me që se ka necur me ritme kaq të shpejta për mbledhje në kutive, inshallah ecin me ritme kaq të shpejta edhe për numërimin? Ti e qove tek e Marta? E qova tek e Marta, sepse kemi parasysh janë 106 qendra votimi dhe ka vetëm, pra nëse i shohim në total tabelat e numërimit, janë vetëm 7 tryeza të tilla ku do të numërohen. Prandaj do të kemi parasysh janë 106 qendra votimi që ka një intensitet të konsiderueshëm, sepse flasim për 10 njësitë administrative dhe procesi ka ato ritmet e veta, kuptohet që do të ketë gjatë kohës që do të administrohen materialet, sidomos kutit e para gjithmonë marrin më shumë kohë dhe ka një po themi një ngadalësim që normalisht parashikohet në orët e para të së martës të kemi rezultat. Ndërsa sa i përket TKZAZ-ve të tjera të Bashkisë së Shkodrës, ku procesi i dorëzimit materialeve ka përfunduar dhe diku pak para mesnatë do të nisë procesi i numërimit, rezultati do të jetë gjatë ditës së nesërme i përfunduar sa i përket subjekteve politike, sepse më pas do të rinisë nga e para numërimi për kandidatët që janë në garën e listës së hapur dhe ajo do të dojë më shumë kohë, sepse të paktën për numërimin e kandidatëve parashikohet që të paktën në TKZAZ shkojnë nga 3 deri në 4 ditë procesi i numërimit, duke patur parasysh densitetin që ka lista me emrat dhe certifikimi i proces verbaleve në këtë KZAZ. Pra pas të martës dhe 3-4 ditë të tjera? Po, për kandidatët që janë në listën e hapur gjithmonë nëse subjektet politike që kanë ngaruar kanë arritur të kapërcejnë atë listën në mbyllur, sepse kujtojmë që Shkodra ka 11 mandate, 4 janë emra në listën mbyllur dhe nëse flasim për rezultat zgjedhor që ka përcen pra numrin e 4 mandateve, atëherë sigurisht do të përdogaritet çdo vot për të parë se kush është kandidati fitues i listës së hapur. Imagjinoj për Tiranën që ka 37 mandate. Dhe pa diskutim që më pas në KZAZ-et e tjera që kemi të bëjmë me KZAZ numër 1 në Malësi të Madhe, ku procesi ka përfunduar i dorëzimit, në KZAZ numër 6 të Bashkisë së Vaut të Des dhe në KZAZ 78 që i përkasin Pukës dhe Fusharzit, edhe atje ritmet do t'jenë më të shpejta, kuptohet gjithmonë nëse nuk do të ketë ngërçe dhe përplasje politike, parashikohet që ditën e nesërme ta kemi rezultatin dhe të mësojmë pak a shumë se si është projeksioni i votës në aspektin politik, pra të përfasimit politik që do të kenë në kuvendin e Shqipërisë subjekte që kanë ngaruar. Më pas për kandidatët mbetet një proces pak më i gjatë edhe atje, sepse kuptohet që janë vota që më pas janë shpërndarë në listën shumë emërore të subjekteve politike. Megjithatë, Shkodra, të paktën nga projeksionet e deri tanishme, do të jetë një votë që do të mbetet së paku në 3 forcat kryesore politike që edhe aktualisht që ne flasim gëzojnë mandate pra në kuvendin e Shqipërisë, Socialistët, Partia Demokratike dhe Partia Social-Demokrate. Të falenderoj shumë Pepin për informacionet. Nëse do të kemi të reja të tjera, do të lidhemi sërish së bashku, shkojmë në fjerë me Ervin Sinën. Ervin, mirëmbrëma. Ishe më i shpejt se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për numrin e votuesve. Në tjelë përfundua me shi u gjështë bereqet si zakonisht pranvera, po nuk e din për bereqet në fakt në qarkun e Fierit. Do na duhet ende kohë që ta kuptojmë situatën në qarkun e Fierit, është ende një situatë qetë, nuk kanë nxituar palët politike të tregojnë euforike në lidhje me rezultatin. Megjithse jo, nuk ka pasur eufori, megjithse nga kontaktet e mia për vërtetës ka një pritje nga mazhoranca nga Partia Socialiste për rezultatin në Lushnjë po zona tjera të qarkut Fierit. Kapitulim, pra një përmbledhje të situatës. Ne jemi aktualisht bashkë me operatorin Bujar Peca në Janë Kilica, ku aktualisht është duke përfunduar marrja në dorëzim nga KZAZ e kutive të votimit, ka mbetur edhe pak, sikurse mund ta shikoni edhe nga plani pas meje, ndërkohë që është drejt përfundimit në pak momente do duhet përfundojnë edhe 2 KZAZ të tjera marrjen e kutive në dorëzim, sikurse është shkolla e muzikës, e cila ka të gjithë njësitë administrative, si edhe shkolla tjetër më poshtë,
Petrosota, e cila do të marrë në administrim kutit që lidhen me pjesën periferike të qytetit të Fierit, ndërsa këtu jemi tek kutit e zotës qendrore, zemrën e qytetit Fierit. Duhet theksuar që sa i takon Ballshit, Patosit, Roskovecit, nga konfirmimet që ka marrë nga kryetarët e KZAZ-ve, ka përfunduar përpara 30 minutash procesi i marrjes në administrim të kutive të votimit dhe në konsensus palët në KZAZ kanë vendosur që të bëjmë pak pushim, diku tek 60 apo 90 minuta sipas qyteteve dhe do të fillojnë rreth orës 23:30 numërimi në këto 3 qytete, pra në Ballsh dhe në Roskovec, edhe në Lushnjë është drejt përfundimit marrja dorëzim e kutive të votimit. Tani unë do të bëj një përmbledhje të vogël pranvera sepse kam shumë qejf këto pjesën e shifrave dhe krahasimet midis vitit 2021 dhe vitit 2024. Megjithëse do t'i merrni me 2025, më falni, do t'i merrni me pak rezerva sepse sikurse e kam shkruar edhe në grupin e komunikimit tonë të brendshëm në Vision Plus, duhet theksuar që KQZ pavarësisht se ka dhënë informacion deri në orën 19:00, raporti nuk është final, ka ende shumë qendra të cilat nuk janë raportuar, ndaj edhe burimi zyrtar KQZ deri në orën 19 nuk mund të konsiderohet final. Megjithatë, bëjmë një përpjekje për të kuptuar se çfarë ka ndodhur nga 2021 deri në 2025 me përqindjet e votuesve. E fillojmë nga Lushnja. Në 2021 Lushnja 46.95% dhe aktualisht deri në orën 19 KQZ si burim 43.24%. Fieri 43.69% në 3% më pak. Fieri 49% në 2021, 40.11% aktualisht. Ervin, për të sqaruar një gjë, në këtë përqindje është vota e migrantëve? Jo, nuk është të përfshirë. Nuk është. Pra nëse ju shtojmë këtyre dhe votën e migrantëve, mund të shkojmë në të njëjtën përqindje si në zgjedhjet e kaluara. Ose datë i kalojmë. Shkojmë duke marrë konsiderat, mund të shkojmë në disa zona, duke marrë konsiderat edhe faktin që nuk është bërë raportimi plot nga gjitha qendrat e votimit në KQZ. Prandaj e përmenda, prandaj bër parantezë pak më. Megjithatë, do t'ju ndihmoj edhe me informacionin që dërgova për atë që e konsiderova pak më, jo pak më, po më korrekt se sa raportimi i fundit i KQZ-s në orën 19. Vazhdojmë me Divjakën, 46.94% në 2021, 41.69 thot KQZ aktualisht deri në orën 19. Roskoveci, 49.20% në 2021, 46.81% deri në orën 19 sot. 43.04 Patosi në 2021, 3% më pak sot, 20.17%. Shkojmë në Ballsh, 26.06% në 2021, 24.1% aktualisht deri në orën 19 sot. Totali, pra bëjmë një përmbledhje të totalit të pa konfirmuar. Totali 2021 i konfirmuar 182.900, që do të thotë 45.5% në atë kohë, 4 vite më vonë, aktualisht 22.02%. Pra, kjo është diferenca. Sa ishte numri votuesve, Ervin dhe njerë, sa ishte numri votuesve në 2021? Eksakt. Në 2021 ka qenë 403.000, ndërsa sot ka qenë 382.000. 382.000. Po, vota e diasporës, sa është numri votës të diasporës? 380, pardon. Pranvera, një korrigjim, 381.000, 22.000 më pak. Po vota e diasporës për Fierin sa është? Që ka sjell fleta, ndërsa numri i diasporës për qarkun e Fierit që ka sjell flet aktualisht dhe që do të numërohen, janë diku më shumë se sa 24.000, por përveçsisht 24.000, 24.300. Shkon gati njësoj në mos është 1.000 vota më shumë se sa zgjedhjet e 2021. Me gjithë votën e diasporës. Tani, pak vëmendje sa i takon shifrave që unë raportova, të cilat vijnë nga burimet e sigurta brenda Partisë Socialiste, të cilat kanë ardhur natyrisht nga vetë komisionerët e Partisë Socialiste në kohë reale pasi është mbyllur procesi, të cilat janë më të larta se ato që janë raportuar nga KQZ në orën 19. Fieri, 48.568 votues. Lushnja, 22.778 votues. Mallakastra, 12.345 votues. Roskoveci, 11.102 votues. Patosi, 12.561 votues dhe Divjaka, 16.796 votues. Po ja vetëm një shembull. Nëse te KQZ Divjaka jepet me 13.000 votues në orën 19,
rezultati final i votuesve në Divjak i konfirmuar nga KZAZ është 16.796, 3.700 më shumë. Ervin, një pyetje kam unë, edhe zoti Krashi. Që shifrat janë në zhvillim. Jo, një pyetje kam unë dhe zoti Krashi. Tani po ti mbledhësh këto shifrat, nuk del ky 381 mishi. Jo, po ti mbledhësh këto shifrat për Pranvera, ja po unë shifrën e mbledhur, këto që sapo përmenda, shifra e mbledhur me këto që përmenda është 124.000, që do thot në raport me 2021 personat që kanë votuar në qarkun e Fierit, janë aktualisht, që mos bëjmë ndonjë lapsus, 38.000 më pak. Po këto që janë 140 e ca mi qa janë? Ura po thot e, a lodhi kot. Edhe njëherë Pranvera. Të në regjistruar. Edhe njëherë Pranvera. Se më duket isha i qartë. Të regjistruar, por të votuar në qarkun e Fierit si rezident janë 381.000. 381.000. 22.000 më pak se sa 2021. Okej, po. Që ka votuar në 2021. Votuar, jo, isha shumë i qartë. Okej, i ke shumë të drejtë. Shumë i qartë dhe vazhdoj të jemi qartë. Tani e kuptua. Që ka votuar në 2021. Edhe një tjetër, që kanë votuar në 2021. 182.900. Që kanë votuar sot 124.000. Okej, në rregull, e kuptuam Ervin. Tani je i qartë. Është një kakofoni e vogël shifrash, por u përpoqja që të sjellë të gjithë panoramën që ka ardhur edhe nga KQZ-ja, edhe nga burimet zyrtare të komisioneve zonale. Të falenderoj shumë Ervin për raportimin. A ka nisur ndërkohë ndonjë proces i numërimit apo akoma? 12:30. E përmenda edhe këtë që në fillim, tre KZAZ-t më të vogla të qarkut, Roskoveci, Mallakastra dhe Patosi më konfirmuan se do të nisin procesin e numërimit në orën 23:30 për shkak se kanë bërë pak pushim edhe ata të komisionit sepse ka qenë gjatë gjithë kohës në terren. Ndërsa Fieri që ka angazhimin më të madh që ende nuk është në shkollën Jana Qylica ku jemi ne, nuk janë marrë të gjitha kutit ende në dorëzim, Fieri dhe Lushnja kanë përshtypjen do të kemi punë dhe çfarë pune do të kemi, kështu që do duhet përgatitemi. Të falenderoj shumë Ervin, një pyetje teknike për ta kuptuar edhe një herë. Ata të cilët janë në procesin e numërimit janë të njëjtët komisionerë që kanë qenë edhe ditën e sotme në procesin e votimit apo jo, këta janë të rinj komplet? Ervin, nuk e di nëse më dëgjove, ndoshta ti ke një informacion apo jo? Po patjetër janë të njëjtët Pranvera. Janë të njëjtët, prandaj ka nevojë për pushim. Dhe natyrisht jo janë të ndryshëm, më thotë zoti Krashi. Tjetër gjë, numëruesit kanë bërë plazh gjatë ditës Pranvera. Prandaj janë të lodhur dhe duan pushim. Për filluar procesin. Jo, numëruesit kanë bërë plazh, është koha për ata. Ndërsa anëtarët e KZAZ-ve kanë qenë gjithë kohën në terren dhe praktikisht jo më kot ka kërkuar dhe gati 2 orë, ka kërkuar 2 orë pushim në mënyrë që gjithë dita garkesa e ditës për të lëvizur sa nga një qendër votimi në tjetrën sepse ka pasur problematika dhe veta, ka rënë mbi barrën e tyre dhe tani do duhet bëjnë 2-3 orë pushim në mënyrë që të rigjenerojnë energjitë përpara një mesnate dhe mëngjesi shumë impenjativ. Sfidues. Do falenderoj shumë për raportimin, shkojmë në Kukës edhe një herë me Mimozën. Mimoza, përshëndetje edhe një herë. Që të mbrëma këtë herë, nga momenti në Kukës pritet që të njështë procesin në numërimit, diçka është gati, grupet e numëruesve janë gati, janë proces të tinëm, janë pozicionuar në pavullur të verifikatës të kostë të pranisht janë të grupet e votuesve dhe pritet që nga minut të njështë procesin në numërimit të faktë të kërësin si bashkëri. E njëta gjë vlen edhe për hafi, po është diçka e janë dërguar të gjitha qendrat e votimit dhe pritet vetëm që të ndërim numëruesit dhe në pas të fillojë procesin e numërimit. Vlen të përsohet që nga një intervistë që patëm në herët me kryetarin e KZAZ-s të fiksin, ai shpreh me vullnet që të të numërimit të vazhdojë të gjatë gjithë orëve të natës, pa ndërprerje me qëllim që rezultati të jetë sa më qartë që më të E kuptoj, pra pritet që të nisë nga momenti në moment në qarkun e Kukësit dhe kur pritet që të përfundojnë nëse ecën me ritme të shpejta Mimosa apo? Kjo të mbetet të parë sepse si pas... Si sa të lodhur janë numëruesit.
Përveç kësaj, kryetari Kazazës shpjegon që procesi i numërimit këtë herë është pak ndryshe nga herët e kaluara, sepse fillimisht duhet të hapur kutija e votimit për të numëruar votën për subjektin politik, më pas e njëjta votë futet sërish në kutinë e votimit dhe pasi përfundon numërimi për subjektet politike, partitë politike, kutit hapen edhe një herë nga e para për të numëruar votat për kandidatët politike. Kështu që mund të marrë pak më shumë kohë sa zgjedhjet e kaluara. Okej, të falenderoj shumë Mimoza. Unë dua të falenderoj Ergys Mërtirin, të falenderoj dhe Lavdrim Krashin që ishin në këtë maraton me mua. Besar Xhaferi do të vazhdoj të qëndroj akoma, sepse presim pas pak edhe Dashnor Sulën, deputetin e Partisë Demokratike, është gjithashtu dhe Mirgen Qiraxhiq, i cili nga rezistencë, nga qendresa qytetare që do të jetë me ne për të bërë edhe një analizë të situatës gjatë ditës së sotme dhe çfarë presim për votimin. I falenderoj dy zotrin. Shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi sërish në studio, sigurisht me dhe shumë lidhje direkte nga terreni.